Po. Zoti Berisha, Isa Myzyra nga Ora News. Ditën e sotme Prokuroria Speciale SPAK ka goditur një në grupet më të forta kriminale në Shqipëri, së bashku me prokurorin italianë. Një ndër grupet e goditura është edhe një grup në Durrës që ju e keni përmendur shpesh gjatë kësaj fushate elektorale me emrin Poja. A mendoni sot a jeni më të bindur që ky grup mund të ketë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve dhe a keni të dhëna konkrete që ky grup ka punuar gjatë zgjedhjeve elektorale të 11 majit? Faleminderit. Zoti Myzyri, këtu unë para jush dhe në të përsëritur kam deklaruar se porti i Durrësit është shndruar në portën e hyrjes më të madhe të kokainës në Europë. E kam deklaruar këtë pas faktësh dhe informaciones të shumta që kam patur. Sepse porti i Durrësit u la jashtë çdo kontrolli, Piero Vengu u lartësua në ministër dhe kontrollin e vërtet të portit e kanë me 100% vetëm troplinët. Aty ka grupe tjera, unë mund t'i citoja, po jo. Porti Durrësit dhe kokaina hyn e tëra tani në Shqipëri në përmjet troplinëve. Në këtë drejtim, unë përshtes antimafjen italiane, antimafjen, se SPAK-u aty ishte. Temi atë që është. SPAK-u ka antimafja dhe bashkë me ta sigurisht sepse po. Por prit, është operacion vazhdim. Prit, presim, sa u arrestuar. Janë shua 52 urdhra arresti. Nuk u tha se sa u arrestuan dhe nuk u tha asnjë generalitet, po të them unë ty, se ekstremant kryesor u njoftuan dhe ikën. U njoftuan. Matriksi funksionon, vazhdon të funksionoj, por unë përgëzoj mafjen, antimafjen italiane, që është një institucion i shkëlqyer dhe që kontribon për sigurinë jo vetëm në Itali, por edhe në Shqipëri. Dhe ky nuk është rasti i parë. Goditja, janë një seri goditjesh që njësitë e antimafjes kanë bërë dhe kanë ndihmuar Shqipërinë. I garantoj se Ervis Doçi apo famozi Poja ka gjithçka me licencë të Edi Rams dhe Olsi Rams. Pra, prapa trafikut monstruoz të kokainës, qëndrojnë ata që i kanë lanë portin dhe unë te kam denoncuar me dhjetra herë, që porti është dorëzuar troplinit. Dhe ata që e njoftuan tikin, ndaj dhe u njoftua tikaj. U njoftua. Pra, po ta marrim shtu, Totorino është në kryeministri, nën Totorino jam Bathi. Është apo jo? Nuk them tha generalitete. I kemi sekret. Po që sekret ke jam topjo? Ke shku ke arrestuar pastrusit dhe shoferit. Na thuj pak, kush e njoftoi Pojën? Kush e njoftoi që iku? A ishte patroni i portit. Dhe natyrisht i zgjedhur i të gjithave. Unë ja u thash dhe mbrëm. Altin Hajri, me dosje e cilit është marrë direkt Dumani, ta dini këte, ka shkuar te ka ndaluar makinën dhe ka shkuar në formë presionit te kandidatja jo në Hardhisht. Në fshatin Hardhisht. Po,
vetëm e vetëm si formë presioni që këtu jam unë. Pa i ka me vetëm Dumanin, edhe Huluziun, 2 kostumet, që i thoshte, merja pak masën ati për një 2 kostumet, ja bojmë so sull burri mira, i qënoj fjalësaj. Ka ministri. Këto janë të vërteta. Po unë edhe njerë, shpreh vlerësimin më të madh, se ajo pak luftë që është bërë kundër narkoshtetit, është bërë nga antimafia italiane. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24, kam 2 pyetje. Pyetja